përvojë e re edukative bazuar në lojë, e cila ju ofron shkollave qasje inovative dhe tërheqëse për edukim shëndetësor. Patrulla për imunizim është krijuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për të njoftuar fëmijët e moshës 10 deri në 12 vjeç për sistemin imunitar, për hapjen e sëmundjeve dhe rolin e vaksinave në mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse. Zhvillon aftësi të menduarit kritik për t'i ndihmuar fëmijët të njohin informatën e besueshme. Procesi arsimor është i ndarë në 6 module dhe secila prej tyre përfshin një video shpjeguese, një detyrë fizike dhe detyra interaktive siç janë videolojrat dhe ushtrimet. Modulet mund të jenë të vetme ose të jenë të plotësuara në seri, varësisht nga nevojat e klasës. Kombinimi i aktiviteteve tradicionale me ato online e angazhon nxënësit për t'i mësuar të gjitha stilet dhe aftësitë. Qasja duke u bazuar në lojra, rrit motivimin e nxënësve dhe ju ndihmon atyre të ruajnë më lehtë njohuritë e marra. Patrulla për imunizim është e gatshme për përdorim, e qasshme në internet, pa pagesë. Nuk kërkohet njohuri mbi këtë temë për mësimdhënësit ose nxënësit. Udhëzuesi i mësimdhënësit ofron informata që ju nevojiten mësimdhënësve për të filluar. Patrulla për imunizim është mënyrë e shkëlqyer për t'i mundësuar fëmijëve të kuptojnë se përse vaksinohen dhe përse parandalimi i sëmundjeve është aq i rëndësishëm për shëndetjen e tyre dhe të komunitetit përreth.